natyrisht që nuk është normale që unë t'jem pjesë e diskutimit për buxhetin e bashkisë, duhet ishte kryetari i bashkisë, por ju e dini shumë mirë situatën si është zhvilluar, është për të ardhur keq, por ka shumë gjëra për të ardhur keq, kështu që përfundimisht s'ka që na vjen keq fare, por duhet të shohim përpara që çfarë nuk thuhet në këtë vend, por nuk është vetëm ky vend, është gjithë bota që jeton në një atmosferë të helmatisur nga dhjetrat e titujve në sekond që dalin në për faqet dhe ndërfaqet e botës digjitale dhe ndër 100 tituj që lexoni ju siguroj për sa më takon dhe për sa na takon 95 janë ose gjysmë vërteta që janë gënjeshtat më të mëdha ose janë komplet rrena. Dhe e solla këtë në vëmendje sepse kur kryetari i bashkisë u mor nga zyra për të mbyllur në qeli pa gjyq. Atëherë për herë të parë e ngrita zërin lidhur me një proces në të drejtësisë, duke thënë që kjo është disproporcionale për faktin se cila do qoftë arsyeja ose cila do qofshin arsyet pse drejtësia heton kryetarin e bashkisë janë të pamjaftueshme si arsye për sa kohë kryetari i bashkisë nuk ka vrarë njeri dhe nuk është kapur në flagrancë duke bërë një krim, për ta lënë Tiranën pa kryetar bashkie të zgjedhur.